Këtë të shtunë, emisioni Personazhi në fokus sjellë rrëfimin e shkrimtarit, dramaturgut dhe autorit i njohur Odisej Plaku, 57 vjeç nga qyteti i Fierit. Aktualisht shef i botimeve parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë, Odisej Plaku ka një karrierë të pastër në letërsi dhe dramaturgji. Autori i vjetra veprave për fëmijë dhe të rritur, si dhe i shumë dramave e monodramave të vëna në skenat më të rëndësishme në Shqipëri, Kosovë dhe Greqi, ai është vlerësuar me një sër çmimesh letrare brenda dhe jashtë vendit. Përballë pyetjeve të gazetare Ndriçim Gjoshi, ai ndan momentet më të rëndësishme të jetës, krijimtarisë dhe sfidave të tij, në një rrëfim të sinqert dhe pa filtra. Një jetë e ndërtuar mes artit, letërsisë dhe përkushtimit, një udhëtim plot sfida, suksese dhe histori që frymëzojnë, një bisedë që zbulon njeriu pas autorit dhe emocionet që kanë lindur veprat e tij. Një episod me rrëfime ekskluzive dhe të pathëna më parë. Emisioni do të transmetohet të shtunën në orën 21 vetëm në ekranin e televizionit Apollon. Kam lindur në një fshat të bukur të Myzeqes në Baltës, një fshat i cili është i lidhur është shumë afër edhe me fshatin tjetër Hamilin, aty ku unë kam bërë edhe klasën e parë dhe shokët dhe miqtë e mi kanë qenë nga komunitete të ndryshme, të cilët jetonin në atë zonë, qoftë nga Romët, qoftë nga Kosovarët. Dhe është ndoshta pjesa e cila më ngacmon dhe më trazon më së shumti në jetën time fëmijëria. Do kaloja te kjo pyetje. Si kujtoni fëmijërinë? A ka të bëjë lidhja e fëmijërisë me ndikimin tuaj pikërisht në letërsinë? Pasi ju jeni një njeri që shkruani shumë, një mori çmimesh që duam kohë dhe shumë emisione që ne t'i kapim një nga një këto çmime juaj. Odiseja kush është? Unë e pohova dhe pak më lartë që kam lindur në një fshat të Myzeqes, pra kam lindur në Baltës, një fshat i cili kurdoherë në kujtesën time vjen me notat më të gjalla të fëmijërisë. Unë kujtoj nga ato vite, kujtoj atë rrugën që gjarpëronte nga Fieri, nga qendra e Fierit drejt fshatrave tona, rrugë të cilat në mendjen time akoma janë të fiksuar ata gurët e mëdhenj të rrugës nëpërmjet aty ku kalonin shumë qerre të kooperativës, kalonin shumë karroca, pak mjete traktor apo autokombajna, por mbaj mend ato dimrat e acartë kur ne si nxënës të shkollës pasi dilnim nga shkolla do të fillonim dhe do të luanim nëpër një kanal 72 që fjerakët e din shumë mirë se ku është. Dhe ne fillonim dhe luanim nëpër ato pellgje të cilat ishin të ngrira dhe ne së pari do të hidhnim çantën tonë, nëse çanta do të kalonte mbi sipërfaqen e akullit, pastaj do të fillonim dhe ne do të bënim ato patinazhin. Aventurat e moshës. Aventurat e moshës, por ndëqim kanë qenë dhe mbeten kurdoherë kujtimet padekshme. Kujtimet shumë të bukura dhe të pastra të moshës së fëmijërisë. Nga arsimi pedagogjik deri në studimet në shkencat politike, financë, kontabilitet, diplomaci, si ka ndikuar fusha e formimit tuaj dhe si autor? Patjetër. Këtë përmbledhur të gjithë brenda një patjetër. Këto kanë qenë një bagazh profesional të cilat më kanë ndihmuar në mënyrë shumë të vlefshme dhe në pjesën e krijimtarisë letrare, duke qenë se kam arritur që të kem një formim të përgjithshëm, por edhe specifik në rastin e financë kontabilitetit. Të gjitha këto në një formë apo në një formë tjetër, kur më janë dashur për të trajtuar tematikat të caktuara, më kanë ndihmuar që të jem sa më konkret apo edhe më i qartë në këtë pjesë.